Një ngjarje e rëndë ka tronditur kryeqytetin ditën e sotme ku Filip Sheu, 41 vjeç, pas një konflikti të vazhdueshëm me kolegun e tij, ka goditur me thik kuzhinierin 34 vjeçar Ismailari, i cili humbi jetën pas plagëve të marra. Ngjarja ndodhi në një lokal pranë komunës Parisit në Tiranë, ku dy punonjës të një restoranti u përfshin një sherr që degeneroi në një tragjedi. Autoritetet bënë me dije se Filip Sheu, i punësuar si pizzaiol, ka goditur me thik kolegun e tij 34 vjeçarin Ismailari, i cili fillimisht u dërgua në spital në gjendje kritike, por më pas humbi jetën për shkak të plagëve të marra. Sipas deklarimeve të autorit para policisë, shkak për aktin e dhunshëm ishte një konflikt i vazhdueshëm mes tij dhe viktimës. Sheu pretendon se nuk e kishte duruar mosjedhjen e kolegut të tij, i cili e bullizonte vazhdimisht, duke krijuar tensione të përsëritura në ambientet e punës. Sherri mes dy punonjësve ishin të shpeshta dhe banale, por sot ato arritën kulmin me një akt të dhunshëm që përfundoi tragjikisht. Policia e Tiranës ka arrestuar autorin dhe ka nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes, duke marrë në analizë në shtëpinë e punonjësve të lokalit dhe pamjet nga kamerat e sigurisë. Hetimet përfshin gjithashtu verifikimin e historikut të konflikteve mes dy të përfshirëve për të kuptuar motivin e vërtet dhe për të përcaktuar masat ligjore që do të ndiqen ndaj autorit.